Përshëndetje dhe mirë se erdhët te kuzhina ime. Sot do të ndaj me ju një recetë shumë të veçantë të kësaj torte me sherbet, me mak dhe me miell të kollomujt ose miell mistri. Është një recetë shumë e thjeshtë e cila gatuhet shumë shpejt, del me copa shumë, nëse keni musafir më kallabllak sidomos gjatë këtij muaji të Ramazanit, dhe ka një shije shumë të veçantë dhe shumë unike. Shpresoj se me ta pa recetën keni me u zgjuar dhe jo me gatu, pasi që del shumë e shijshme, gjithashtu edhe copa e kulaçit del e plot, nuk prishet dhe ka një bukuri jashtëzakonisht të veçantë. Për ta pa më tepër këtë recetë, përgatitjen e saj ndiqeni video në vazhdim. Për këtë recetë, këto janë disa nga përbërësit të cilët do të na duhen. Fillimisht do të gatuajmë shërbetin, pasi që duhet ta lëmë pas zjerjes që të ftohet. Do të shtojmë një gotë të ujit me sheqer. Pastaj do të na duhet vetëm uji për shërbetin. Tani do të shtojmë një gotë e gjysëm me ujë. Ujin e kam të ftoftë, pasi që kur të fillon të zihet, atëherë uji ngrohet. Dhe me njëherë do mundohemi që ta shkrijmë sheqerin kështu, pak me lugë duke përzier, edhe pastaj do e vendosim që të zihet për 15 minuta pasi që të filloj të vloj. Shërbetin e vendosim tash tek pllaka që të zihet dhe në anën tjetër vazhdojmë me procedurën e gatimit së petës. Do të na duhen 3 vezë. Vezët janë vezë të plota. Shtojmë vezët. Dhe tani do të shtojmë një gotë të ujit me sheqer. Dhe një vanilë sheqeri. Të gjithë këto përbërës do i përziejmë mirë së bashku me mikser derisa të arrijmë një masë të trashë të petës dhe të dendur. Pra e përziejmë me mikser. Derisa vajza ime po e përzien me mikser, unë po e marrë dhe po e lyej tepsien me vaj. Kur e kemi përzier mirë tash pjesën e parë me mikser, tani do të shtojmë një gotë të ujit me vaj.
E përzijem edhe për disa minuta, në mënyrë që të bashkohet vaji së bashku me pjesën e parë. Marrim pak nga mielli i misrit edhe e vendosim tek tepsia në mënyrë që mos të na ngjitet pastaj peta kur të pjeket në tepsi dhe që ta kemi më lehtë që ta largojmë kulaçin pastaj dhe ta servojmë më mirë. Tani e shtojmë 1 gotë me qumësht. Të gjitha pra janë gota të njëjtës madhësi. Gatuhet shumë shpejt, shumë lehtë, edhe ka një shije shumë të veçantë, por gjithashtu edhe pamjen për mu pa e ka shumë të bukur. Tani e shtojmë 1 gotë me miell. Dhe shtojmë 1 plohër përpjekje aty tek mielli në mënyrë që të bashkohen mirë përbërësit së bashku dhe të mos na krijohen kokriza. Tani na mbetet që të shtojmë miellin e misrit. E përzijem prap. Dhe tash krejt për fond na mbetet që të shtojmë vetëm makin. Maki është një lloj fare e cila e bën këtë ëmbëlsirë shumë të veçantë. Shtoj makin, por jo komplet sasinë e paketimit, pasi që unë shtova edhe miell misri dhe e ka bë mjaftueshëm të trash brumin. Edhe do të na duhet pra në këtë formë. Dhe mund t'i shtoni edhe më shumë, por që kështu duket më bukur mendoj unë. E përzijem mirë dhe krejt çka na mbetet që të shtojmë tash këtë brumin të cilin e kemi formuar të shtojmë tek tepsia. Tash petën veç se e kemi gati që ta vendosim përpjekje, në anën tjetër shërbeti është duke u zi, edhe e ndalim pastaj temperaturën dhe largojmë që të naftohet shërbeti derisa dhe peta të na pjeket në furrë, të cilën e vendosim tash me një herë. E kemi parangro furrën për një 9 minuta dhe e vendosim me një herë petën tek furra. Pjeket shpejt, kështu që është një procedurë e shpejtë e gatimit. Shërbetin e kemi ndalë dhe largojmë nga pllaka në mënyrë që të ftohet. Dhe peta e tortës është duke u pjekur shumë mirë dhe pas disa minutave të tjerë kur të shohim se është gati, e largojmë nga furra dhe e lëm që të ftohet pak
Pasi që edhe shërbetin e kemi të ftoftë, peta duhet të jetë e ngrohtë. Pas disa minutave të cilat është ftohur peta, tani është koha që t'ja vendosim shërbetin mbi. Mund të edhe ta shpani petën me njëherë në fillim, por unë e bëra pastaj gjatë procesit mas ja kam hedhë një pjesë të shërbetit, se thash le ta pe më mirë peta edhe mesi. Unë ta shpani me njerë prej fillimit kështu, ose edhe më vonë, nuk ka fare rëndësi. Është një recetë e cila nuk dështon, edhe mos keni frikë që ta provoni se do t'ju del shumë e shijshme, edhe musafirët nëse i keni sidomos qysh kemi qef me thirr për muajin e Ramazanit pak më shumë musafir, kjo del për shumë persona, natyrisht nëse i preni kulash pak më të vegjël dhe nëse e vendosin në një tepsi pak më të madhe, pasi që del mjaftueshëm edhe e trash. Ndërsa unë për dekorin njerë ka mendu që t'ja vendosi një shlag, po prap vendosa që t'i hedh vetëm kokos, pasi që në mënyrë të mos ta rëndoj shijen edhe t'ja lë që ta ketë atë shijen e shërbetit më shumë, se sa nëse ja kishmi vendosë edhe shlagun, atëherë do të kishte anu më shumë nga shlagu dhe nuk do t'ishte ndija ajo shija e makut së bashku me shërbetin. Dhe pastaj vendosa që t'ja hedhi vetëm më falni vetëm kokosin. Tortën e kemi kështu dhe mund t'a lëm që të ftohet për disa orë dhe ta servojmë në pjata për musafirët ose edhe vetëm për familjarët e juaj. Shpresoj që ju ka pëlqyer receta ime e gatimit dhe po vazhdoni të më ndjekni në kanalin tim në YouTube, në TikTok, në Facebook dhe në Instagram. Dhe po bëni subscribe kanalin tim në Instagram pasi që do të keni receta nga më të ndryshme gjatë këtij muaji të Ramazanit, aq sa do të mundem, aq edhe do të postoj për ju. Faleminderit edhe një herë, bëjeni subscribe, like dhe zile kanalin tim që të merrni çdo ditë më shumë njoftime për recetat e mia të cilat do t'i postoj për juve. Ja, këtu e kemi edhe kulaçin të shërbyer në pjatë. Shikojni se sa i mirë që ka dalë, aty duken edhe farat e makut dhe ka një shije të jashtëzakonshme kur edhe do e shijoni pastaj. Faleminderit edhe një herë dhe vazhdoni të më mbështesni me like, me subscribe dhe me zile. Abononi në kanalin tim për receta të mira çdo ditë e më shumë. Mirëmbëjtje dhe paqe, një agjërim të praruar dhe lutje të praruara gjatë këtij muaji të Ramazanit dhe qofshin sofrat e juaja të mbushura me harmoni, lumturi dhe gëzime.